Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. 2 grupe njerëzish do të shkojnë në 1000 vjeçar, në periudhën 1000 vjeçare. Ata prej nesh që janë rrëmbyer ose janë ringjallur, do të jenë aty me Jezusin. Nëse jeni një krishter sot, ju do të jeni në 1000 vjeçare, nuk keni pse bëni asgjë për këtë, thjesht do të jeni. Nëse vdisni më përpara ose Jezusi rikthehet më parë, ju do të shkoni në parajs. Por kur ai të kthehet sërish në fund të mundimit të madh, ne do të kthehemi bashkë me të dhe do të jemi në 1000 vjeçar. Ne që jemi të ringjallur ose të rrëmbyer nuk do të vdesim kurrë, prandaj mos u shqetësoni për këtë. Ne do të banojmë me të për 1000 vjet dhe pastaj do të kalojmë në qiellin e ri dhe tokën e re dhe do të jemi me të përgjithmonë. Nuk ka më vdekje për ne, nuk ka më sëmundje apo mëkat, nuk ka më dhimbje, as vajtim. Nëse ju e keni pranuar Krishtin, e vetmja gjë që do dini për këto do të jenë ato që do të kenë mbetur nga kjo botë dhe nga ekzistenca jon këtu. Sa po të futeni në përjetësi edhe të shkoni në parajs, gjithçka do të ketë kaluar. Kur ju të shkoni në 1000 vjeçar, do të jetoni për 1000 vjet në 1000 vjeçar dhe pastaj do të shkoni në parajs. Si ju duket kjo? 2 grupet që do të shkojnë në 1000 vjeçar janë ata që janë shpëtuar gjatë periudhës së mundimit madh ose që i kanë mbijetuar mundimit dhe njerëzit që do t'u lindin atyre familjeve gjatë mundimit. Këta njerëz do të përjetojnë jetëgjatësinë e ditëve të hershme të Zanafillës. Unë do ta shpjegoj këtë pas pak. Ky është fokusi i këtij mesazhi. Disa prej këtyre të mbijetuarve të mundimit do të vdesin gjatë 1000 vjeçarit, por vdekja do të jetë vërtet shumë e rrallë dhe jetëgjatësia e njeriut do të zgjatet për shekuj me radhë. Më lejoni t'ju tregoj. Kur Perëndia e krijoi racën njerëzore, ai kishte në mendje përjetësinë. Vdekja nuk ishte pjesë e planit origjinal të Perëndisë për krijimin. Vdekja është rezultat i mëkatit, vdekja është rezultat i mosbindjes, por Perëndia e ka vendosur përjetësinë në zemrat tona. Dhe madje edhe pas rënies, pasi Adami dhe Eva mëkatuan, njerëzit jetuan për një periudhë të gjatë kohore. Njeriu më i vjetër te Zanafilla është Methuselahu. Ai jetoi gjithsej 969 vjet. Gati 1000 vjeçar të plot. Por ai nuk ishte i vetmi shembull i jetës së gjatë. Ai as nuk ishte i veçantë për këtë. Adami jetoi për 930 vjet. Dhe Sethi jetoi për 912 vjet. Dhe Jaredi, nipi i Adamit, jetoi për 962 vjet. A nuk do t'ju pëlqente të kishit një nip 962 vjeç? Lameku, babai i Noeut, ishte 777 vjeç kur vdiq. Dhe këtë e anashkalojmë për shkak të asaj që ndodhi. Noeu ishte 600 vjeç kur Perëndia e përmbyti botën. Ai jetoi edhe për 350 vjet pas përmbytjes dhe vdiq në moshën 950 vjeçare. Pra çfarë duhet të mendojmë për shifra të tilla? A janë këto egzagjerime me qëllim për të treguar staturën e këtyre njerëzve të mëdhenj? A janë ata rezultati i incidenteve në përkthimin e Biblës? E di që i keni lexuar këto mosha kur keni lexuar gjithë Biblën dhe keni menduar çfarë është kjo 900 vjeç? Dhe disa prej jush mund të kenë thënë kushdo që të jetojë 900 vjeç. Unë mendoj se asnjë nga këto shpjegime nuk është i vërtet kur vjen puna te shkrimi. Gjithmonë ka qenë besimi im i patundur se duhet i besojmë Perëndisë në fjalën e tij. Që do të thotë se kur Bibla flet me gjuhë të qartë dhe na ofron shpjegime të arsyeshme për ato gjëra që thot, ne duhet ta besojmë. Dhe në këtë rast, Zanafilla na i prezanton këto jetëgjatësi të mëdha si informacione historike dhe ne duhet i pranojmë si të tilla. Por ju mund thoni, por doktor Jeremia, si mund të jetë e mundur që qenjet njerëzore të jetojnë kaq gjatë?
Nuk e di me siguri, por po ju them disa shpjegime të mundshme. Mbase klima e tokës ishte aq më e ndryshme në ato ditë të hershme, sa që lejonte jetë gjatësi kaq të mëdha. Shumë studiues besojnë se ka pasur një lloj barriere në ajër ose çadre përreth tokës që e bënte atmosferën tonë më miqësore për jetën e gjatë. Diçka e ngjashme me shtresën e ozonit, mbase kjo lloj çadre u shkatrua dhe u shpërbë gjatë përmbytjes. Mbase për këtë është përgjegjëse diçka krejt tjetër. Mbase materiali gjenetik ishte kaq i ri sa njerëzit ishin më të fuqishëm. Mbase hiri i Perëndis ishte kaq i freskët sa fëmijët e tij jetuan për shumë shekuj. Ajo që libri i zbulesës na e bën të qartë është se diçka ndodhi pas përmbytjes së Noeut. Jo vetëm që ndryshoi në mënyrë drastike struktura fizike e planetit ton, por edhe jetëgjatësia e jetës së njeriut u zvoglua jashtëzakonisht. Për shembull, Shemi, një nga djemtë e Noeut, jetoi për 600 vjet. Por nipi i Shemit, Shelahu, jetoi për 433 vjet. Terahu, që ishte babai i Abrahamit, jetoi për 205 vjet. Te Zanafilla 6:3, Perëndia e përshtati jetëgjatësinë e njeriut, ja se cila është deklarata e tij për këtë. Dhe Zoti tha, fryma ime nuk do të hahet gjithnjë me njeriun, sepse në shturjen e tij ai nuk është veç se mish. Ditët e tij do të jenë pra 120 vjet. Ciklet e jetës vazhdojnë që të bien derisa Mojsiu deklaron, ditët e viteve tona shkojnë deri në 70 vjet. Dhe për më të fortët në 80, por ajo që përbën krenarinë e tyre, nuk është veç se mundim dhe dëshirë për të dukur, sepse kalon me të shpejtë dhe ne fluturojmë tutje. Biblia thot se pas të 70-ave, jeta bëhet e vështirë. A më dëshmon njëri për këtë? Që nga jetët e gjata me shekuj, te jetët e shkurtra rreth 120 vjet, te 70 dhe 80 vite jetë. Ky është progresi i asaj që ka siguruar Perëndia për jetëgjatësinë e njeriut mbi tokë. Nga jetëgjatësi të mëdha në fillim, pastaj me shkurtimin e jetës sot dhe këtu, te jetëgjatësia përfundimtare në 1000 vjeçar. Pra folëm si fillim se si jeta u reduktua, por le të flasim pak tani se pse do të ketë një ripërtëritje të jetëgjatësisë. Lavdi Zotit, gjëra do të jenë ndryshe gjatë 1000 vjeçarit. Po ju them disa arsye sepse kjo do të jetë e vërtet, tashmë kemi mësuar se djalli do të jetë i lidhur. Toka do të bëhet sërish ambienti më i shëndetshëm që mund të përfitojmë për jetën njerëzore. Perëndia do të zgjas jetëgjatësinë e burrave dhe grave që do të kalojnë mundimin e madh dhe që do të lindin fëmijë. Jetëgjatësia e njeriu do të zgjatet sërish siç ka qenë në ditët e hershme të Zanafillës, që të mund të shijojnë të mirat që do të vinë. Krishti do të jetë qendra e mbretërisë së 1000 vjeçarit dhe do të sundoj që nga froni i paraardhësit të tij Davidit në Jeruzalem. Fuqia dhe autoriteti i tij do të rrezatohen për gjatë gjithë mbretërisë, për përfitimin e kujdo që është qytetar aty. Në nivelin shpirtëror, kjo do të thotë se qengji i Perëndis do të riparojë efektet e mëkatit dhe të Satanit në botën tonë. Ai do të ripërtërijë atë që ka humbur dhe do të rivendosë çdo gjë që ju hoq njerëzimit pas mallkimit të parë dhe do të rikthehet qëllimi i tij për krijimin. Në një nivel praktik, kjo do të thotë se trupat tanë fizik nuk do të reflektojnë më pasojat e mëkatit. Ne nuk do të përballemi më me llojet e problemeve fizike me të cilat përballet bota sot. Isaia 29:18, të shurdhët do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit dhe të çliruar nga errësira dhe terri sytë të verbërve kanë për të parë. Isaia 35:5 dhe 6. Atëherë do të hapen sytë të verbërve dhe veshët e të shurdhërve. Atëherë Çalamani do të kërcej si një dre dhe gjuha e Mehmetit do të bërtas nga gëzimi. Jeremia 30:17 thot, po unë do të t'jap përsëri shëndet dhe do të të shëroj plagët e tua. Gjatë mbretërimit 1000 vjeçar të Krishtit, sëmundja dhe vdekja nuk do të ekzistojnë mes shenjtorëve të ringjallur dhe mes të mbijetuarve të mundimit të madh, dhe do të jenë raste shumë
të rralla. Pra, kemi diskutuar për reduktimin e jetëgjatësisë dhe pastaj për ripërtëritjen e saj. Tani kemi shpengimin e jetëgjatësisë. Në vitin 1900, jetëgjatësia mesatare e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara ishte 47 vjeç. Për më shumë se një shekull, ky numër u rrit, duke arritur majën në vitin 2019, kur jetëgjatësia mesatare e qytetarit të Shteteve të Bashkuara ishte 79 vjeç. Goxha përmirësim, por ky numër ra në mënyrë drastike gjatë dhe pas Covidit, dhe që nga viti 2021 jetëgjatësia mesatare tani është 76 vjeç. Pavarësisht përpjekjeve më të mira të ekspertëve të mjekësisë, ka shumë pak mundësi që ndonjë nga ne të bëhet një Methuselah tjetër. Por e gjitha kjo do të ndryshojë gjatë mijëvjeçarit. Në atë epokë, jetëgjatësia e njeriu do të rikthehet niveleve të parapërmbytjes. Madje edhe më mirë, jeta e të shpenguarve që do të sundojnë këtë botë me Krishtin, do të rikthehet niveleve të paraedenit, ne edhe një herë do të jetojmë përgjithmonë. Është njësoj si kur historia të ketë përmbushur një cikël të plot. Sasia dhe cilësia e viteve tona edhe njëherë do të zbuloj mirësinë e krijuesit ton dhe do të pasqyroj projektimin e tij të patmet. Ja se si e përshkruan Isaia këtë. Nuk do të ketë më në të asnjë fëmijë që të jetojë vetëm pak ditë, as plak që nuk plotson ditët e tij, sepse njeriu do të vdes 100 vjeç. Pra 100 vjeçari do të quhet thjesht fëmijë. Dhe mëkatari që nuk arrin të 100 vjetë do të quhet i mallkuar. Jo vetëm që njerëzit do të jetojnë shumë më gjatë, por do të ketë edhe një rritje të pamas të lindshmërisë, teksa ata që i kanë mbijetuar mundimit do të lindin fëmijë. Jeremia 30 thot, unë do t'i shumoj dhe jo t'i paksoj. Do t'i bëj të nderuar dhe nuk do të poshtrohen më. Bijt e tij do të jenë si më parë dhe kuvendi i tij do të bëhet i qëndrueshëm para meje. Mijëvjeçari është koha kur ne do të fillojmë të përjetojmë destinacionin ton të vërtet. Projektimin ton të vërtet. Përmes fuqisë së Zotit ton Jezus Krisht dhe nën autoritetin e mbretërimit të tij, jeta jon do të zgjatet ndër shekuj të tërë, me vetëm premtimin e parajsës në horizont. Por lind një pyetje. Kjo është fantastike dhe kjo do të ndodhë një ditë dhe lavdi Perëndis që ai do të sigurojë gjatë mijëvjeçarit. Por çfarë duhet bëjmë deri atëherë? Dikush më tha disa vite më parë se ne kemi 3 mundësi për këtë si njerëz. Ne mund të raskapitemi, të ndryshkemi ose ta jetojmë jetën. Disa njerëz raskapiten dhe nëse nuk bëjmë kujdes, këtë do të na bëjë jeta edhe ne. Është e mundur që ta raskapisësh trupin njerëzor përpara se t'i vi koha. Më kujtohet kur hyra një herë në zyrën e një kiropraktikanti kur ishim në Fort Wayne dhe në mur vura re një tabel. Nëse e lodhni këtë trup, pastaj ku do të jetoni? Pyetje me vend. Disa njerëz raskapiten, disa të tjerë ndryshken. Këta njerëz nuk lodhen, ata thjesht nuk bëjnë asgjë dhe janë si një makinë e vjetër që është lënë jashtë, pa mbrojtje fare, ajo thjesht ndryshket dhe shuhet. Dhe pastaj kemi disa njerëz që jetojnë, dhe ky është plani i Perëndis për ne, që ta ruajmë këtë jetë që ai na ka dhënë, dhe megjithse nuk janë 1000 vjet, por jeta është e bukur, dhe çdo ditë duhet ta konsiderojmë si një dhuratë prej tij dhe të jemi falënderues. Dhe duhet jemi shërbëtor të mirë në jetë, të punojmë fort për të rregulluar problemet me të cilat përballemi, të mos dorëzohemi kurrë apo të themi mirë kaq ishte, unë po hiq dorë. Dhe duhet bëjmë çdo gjë që mundemi për lavdinë e Perëndis dhe të jetojmë sa më gjatë që të mundemi, duke ditur se kur kjo jetë mbaroj, do të bëhet më mirë. Ky është qëndrimi që duhet kemi. Tani në Bibël janë disa gjëra për të cilat mund të mos jeni në dieni, edhe pse unë isha në dieni të tyre. Nuk kam qenë në dieni për këtë që do të ndaj me ju tani. E di që në Bibël është një varg që thotë se nëse bën këtë gjë do të kesh një jetë të gjatë. Por këtë javë zbulova se janë mbi 20 pasazhe në Bibël që e thonë këtë, mbi 20. Dhe këto pasazhe gjenden kryesisht në librin e fjalëve të urta dhe të psalmeve. Dhe më duhet t'ju shpjegoj se janë fjalë të urta dhe nuk janë premtime. A e dini ndryshimin mes një fjale të urtë dhe një premtimi?
Nëse nuk e dini, do të pështjelloheni kur të lexoni fjalët e urta. Libri i fjalëve të urta janë thënjet e mençura të Solomonit dhe janë thënie për jetën siç është zakonisht. Po ju jap një shembull. Shumë prej jush, nëse keni probleme me fëmijët tuaj, do të drejtohen te një varg që thotë mësoi fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Por pastaj mund të bëni atë që thuhet këtu dhe kjo të mos ndodh. Pra çfarë ndodhi me librin e fjalëve të urta? Ai më bëri një premtim, por ky premtim nuk u mbajt. Libri i fjalëve të urta nuk ju ka bërë një premtim, aty thuhet se kjo mund të ndodhë normalisht. Kemi premtime, kemi edhe fjalë të urta. Dhe këto deklarata për jetën e gjatë janë fjalë të urta. Janë fjalë të urta të rëndësishme që na japin mësime për cilësinë e jetës sonë. Prandaj, është sikur të shkoni në një seminar dhe të mësoni se si të bëni disa gjëra për t'ju ndihmuar në jetën fizike. Këto janë si seminare të shkurtra se si ta jetojmë jetën dhe na tregojnë gjërat që nderon Perëndia nëse i bëni. Unë nuk do t'i lexoj që të 20 ato sepse nuk kam shumë kohë, prandaj kam zgjedhur 10 të preferurat e mia. A jeni gati? Le të fillojmë. Numri 1. Zbatoni urdhërimet e Perëndisë. 1 Mbretërve 3:14. Në rast se ti ecën në rrugët e mia, duke ju bindur statutet dhe urdhërimet e mia, unë kam për t'i zgjatur ditët e tua. Numri 2. Thoni të vërtetën. Kjo është e çuditshme për botën në të cilën jetojmë. Kjo fshin çdo televizion lajmesh që mund të gjeni, vërtet. Te Psalmi 34 janë përmbledhur 3 parimet për jetën e gjatë dhe parimi i parë është që të thuash të vërtetën. Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë gjata për të parë të mirën? Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra. Njerëzit që thonë gënjeshtra rrezikojnë që të mos jetojnë aq gjatë sa munden. Numri 3, largohuni nga e keqja. Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë gjata për të parë të mirën? Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën. Psalmi 34, 12 dhe 14. Kërkoni paqen. Ky është parimi i mirë. Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë gjata për të parë të mirën? Kërko paqen dhe siguroje. Mos u bëni ngatrestar, bëuni paqebërës. O, e di që kjo nuk duket si diçka që duhet ta thuash në kish, por ne duhet ta themi në kish, më shumë nga sa duhet ta themi në çdo vend tjetër jashtë saj. Mos u bëni ngatrestar, bëhuni paqebërës. Tani e di që njihni ndonjë plak grindavec që mbase po kalon 100 vjeç, por ai përbën përjashtim. Numri 5, më pëlqen ky parim. Duajeni Zotin. Psalmi 91 thot, duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj, do ta ngop me jetë të gjatë. Kur ne e duam Perëndin, Perëndia do të na ndihmojë të jetojmë gjatë. A e doni Perëndin? Mund thoni si mund ta dini se e dua Perëndin, e po ja se cila është përgjigjja, apo i shërbeni atij? Sepse ju e doni Perëndin duke i shërbyer atij. Nuk e shpika unë këtë, kjo thuhet në Bibël. Ja dhe e preferuara ime, çmojeni urtësinë e Perëndisë. Fjalët e urta 3:16 thot gjatësia e jetës është në të djathtë të saj, pasuria dhe lavdia në të majtë të saj. Dhe fjalët e urta 4:10 thot dëgjoj birim, pranoj fjalët e mia dhe vitet e jetës sate do të shumohen. Vite më parë, po i shkoja për vizit timbiri që luante futboll në Universitetin Shtetëror Appalachian. Dhe gjatë kohës që isha aty, takova trajnerin kryesor, një burr që quhej Jerry Moore, i cili ishte i krishterë. Dhe kur shkuam bashk për drek, ai më tregoi një libër të vogël, dhe më tha se në atë libër ishin fjalët e urta dhe psalmet. Dhe i thash, a mund ta shoh? Pash dhe vura re se ishte shumë i vjetër, dalloi që kishte prej shumë kohësh dhe e kish përdorur shumë. Dhe vura re se në atë libër ishte një kapitull nga fjalët e urta dhe 5 kapituj nga psalmet. Dhe nëse do të lexoje çdo ditë nga programi i përditshëm, do të lexoje psalme dhe fjalë të urta gjatë gjithë muajit. Dhe më tha se kishte 12 vjet që e bënte këtë. Ai kishte lexuar psalme dhe fjalë të urta çdo muaj për 12 vjet. Dhe në atë libër ishin disa foto të futbollistëve të tij për cilët po lutej në veçanti. E pyeta nëse mund të gjeja kopje të atij libri dhe më tha se nuk botohej më.
Dhe mësova se botues ishte shtëpia Tindel. Shkova që ti takoja dhe i pyeta nëse mund të vazhdonin botimin e tij. Ata pranuan ta bënin, dhe libri u botua me përkthimin e ri, dhe ne krijuam versionin ton të librit me kapak lëkure, me titull Një jetë e fokusuar. Dhe këtë arrita ta bëja të mundur para disa vitesh dhe këtë e kemi ende në shërbesën tonë. Nëse jeni të interesuar, mund të telefononi aty, të dërgoni email a diçka tjetër. Dhe këtë libër mund ta merrni dhe ta përdorni, e merrni këtë me vete, e mbani në xhep, e mbani në çantën tuaj çdo ditë. Shikoni thjesht datën në kalendar. Sot është data 4. Mund të lexoni çdo gjë për datën 4. Dhe kur e bëni këtë, do të lexoni një kapitull të tërë nga Fjalët e Urta dhe lexoni 5 kapituj nga psalmet dhe do të ecni mirë derisa të arrini te psalmi 119 te leximi i përditshëm, për cilin do t'ju duhet të merrni pushim gjysmën e ditës për ta lexuar. Por po ju tregoj se çka mësuar. Psalmet ju mbajnë të lidhur me Perëndin në adhurim dhe për lëvdim. Fjalët e urta ju ndihmojnë të kuptoni se si të silleni me njerëzit. Pra nëse po lexoni psalme dhe fjalë të urta për çdo ditë, muaj pas muaji, atëherë do të mësoni urtësi. Dhe Biblia na thot, nëse e çmoni urtësinë e Perëndis, vitet e jetës suaj do të jenë të shumta. Çfarë vërtet e mrekullueshme që është kjo. Numri 7 thot, ki frikë Zotin. Frika e Zotit i zgjat ditët. E di që shumë njerëz ja dobësojnë paksa rëndësinë këtij premtimi dhe thon, frika e Zotit nuk do të thotë që të kesh frikë nga Zoti, por që të kesh frikë nderim ndaj Zotit. Dhe kjo është e vërtet, por gjithashtu ka kuptimin që të kesh frikë nga Zoti. E dini është e nevojshme të kesh dikën në jetë të cilin ta kesh frikë, në kuptimin e mirë. Dhe Perëndia do që ne ta kemi frikë atë, me nderim dhe adhurim, por gjithashtu duhet të dim se ai është dikush me cilin nuk mund të ngatrohesh. A mund ta them në këtë mënyrë? Mos u ngatroni me Perëndin. Numri 8. Dhe ky ka për të qenë i vështirë për të gjithë ne. Dhe mund të duam që ta vendosim atë në fund të listës. Kontrolloni gojën tuaj. Kush kontrollon gojën e tij, mbron jetën e vet. Por ai që i hap shumë buzët e tij shkon drejt shkatrimit. Kjo është ajo që na thot shkrimi, a nuk është e vërtet? Nëse e kontrolloni gojën, keni mundësi për një jetë gjatë, por vazhdoni të jepni gojës në mënyrë të gabuar dhe do të shkatroni çdo gjë. Kultivoni për ulësi të vërtet. Fjalët e Urta 22:4. Çmimi i përvojtërisë është frika e Zotit, pasuria, lavdia dhe jeta. Tani përulësia është një gjë shumë e keq kuptuar dhe gjithmonë kam frikë të flas për të, se do të filloni të mendoni se e di se çfarë është apo që jam i përulur. Sapo filloni të flisni për përulësinë dhe përpiqeni të tregoni njerëzve se ç'është, humbisni përulësinë tuaj. Ju bëheni si ai njeriu që shkroi një libër me titull 10 njerëzit më të përulur në botë dhe si unë i zbulova 9 të tjerët. E dini, nuk do ta donit këtë. Por përulësia është diçka për cilën Biblia ka shumë për të thënë, dhe një nga gjërat më të thjeshta që mund të them për këtë është se përulësi nuk do të thotë ta mendosh veten më pak, por që të mendosh më pak për veten. Ka një ndryshim të madh mes këtyre të dyjave. Numri 10. Nderoni prindrit tuaj. Ky është parimi më i famshëm në listë dhe e kam lënë për në fund. Ndero baban tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim, që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Dhe këtë nuk duhet ta bëjmë vetëm kur po rritemi nën drejtimin e tyre, por edhe pasi të martohemi. Nderojeni prindrit tuaj, duajini prindrit tuaj. Ndonjëherë kjo është e vështirë. Kërkon të jepni diçka nga vetja. Por Biblia i nderon ata që i nderojnë prindrit e tyre. Kjo është ajo që na thot shkrimi. Tani kemi 10 gjëra në Bibël, të cilat kanë një gjë të përbashkët në vargjet e tyre, që janë ditët e gjata ose jeta e gjatë. Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton se 166.000 njerëz vdesin çdo ditë. Shkaku kryesor i vdekjeve në botë janë sëmundjet e zemrës, që pasohen nga ishemia, sëmundjet e mushkërive, sëmundjet neonatale dhe Alzheimeri. Kemi nga të gjitha llojet e shkaqeve të vdekjes dhe lloj-lloj artikujsh, por shkaku i vërtet i vdekjes është mëkati. Biblia na thot, shpirti që mëkaton do të vdes. Romakëve 6:23 thot, sepse paga e mëkatit është vdekja. Vetëm doktori i madh mund të na japë shërim të përjetshëm të trupit, mendjes dhe shpirtit. Dhe ju nuk mund ta njihni bekimin e mijëvjeçarit nëse nuk zgjidhni problemin e mëkatit tuaj.
Mënyra për të jetuar përjetësisht është ti kërkoni Jezus Krishtit të vijë në zemrën tuaj, ti thoni që u vjen keq për mëkatin tuaj dhe që doni të bëheni të krishterë. Kur ju bëheni të krishterë, merrni të gjitha përfitimet e të qenit i krishterë, të gjitha këto gjëra për të cilat folëm sot dhe mbi të gjitha këto keni dhe parajsën. Prandaj, pyetja ime e fundit për ju është kjo: a jeni të krishterë? Nuk dua të them nëse shkoni në një kishë të krishterë apo jeni rritur në një familje të krishterë, a jeni të krishterë? Nëse jo, pse jo? Mënyra si të bëheni të krishterë është duke bërë një lutje të thjeshtë dhe duke i kërkuar Jezus Krishtit të vijë dhe të jetojë në zemrën tuaj. Dhe këtë ta thoni me gjithë zemër, ta konfirmoni në zemrën tuaj dhe të vendosni në shpirtin tuaj që do të jetoni për të që tani e tutje. Do të mund të bëni gjërat për cilat folëm sot dhe do të mësoni se çfarë do të thotë të jetosh jetën e krishterë. Prandaj jam këtu për t'ju thënë se nëse nuk jeni të krishterë, ju mund të bëheni të tillë sot. Ky mund të jetë fillimi i udhëtimit tuaj drejt 1000 vjeçarit. Ai fillon sot. Epoka e ardhë sot po ju shfaqet në horizont, por ajo fillon tani, kur e pranoni Jezusin. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.